Virgjëresh, kjo video është për ty. Përshëndetje, unë jam Tesi dhe sot do kanalizoj një gujtë të përgjithshme për energjinë kolektive të virgjëreshës për vitin 2026. Mos harroni që kjo është një gujtë e përgjithshme dhe nuk rezonon me secilin prej jush. Nëse doni gujta të personalizuara, duhet të më shkruani në mesazhe private. Dhe nëse kjo gujtë rezonon me ju dhe doni të suportoni punën time, keni një link në bio. Para se të vazhdoj me interpretimin e letrave mbi energjinë kolektive të shenjës tuaj për këtë vit, dua t'ju them paraprakisht që e di që jeni shumë të lodhur, por nga ana tjetër ndini ta mbani veten shumë të fortë dhe dini se si ta kamufloni këtë lodhje dhe mos e shfaqni tek të tjerët. Dhe për këtë gjë më duhet ju komplimentoj, sepse keni një aftësi brenda jush për të duruar aq shumë dhe kur nuk bëni zë. Nuk ankoheni, por vazhdoni përsëri, punoni, jeni aty për të tjerët, jeni aty për kudo. Por fatkesia juaj është që harroni të jeni aty për veten dhe doja t'ju thoja paraprakisht që ju ka marrë malli të llastoni veten tuaj, ju ka marrë malli të zbukuroni veten tuaj. Si femra, si meshkuj, ju lutem, kujdesuni për imazhin tuaj, kujdesuni për mendjen, për trupin, për shpirtin, për zemrën, sepse sa më shumë të kujdesini ju për veten e juaj, aq më shumë të mira do të rishni dhe aq më shumë do jeni një partner apo partnere e mirë, një mama ose baba i mirë, një koleg apo kolege e mirë, një mik apo mike e mirë me të tjerët. Kështu që sa më shumë vetë kujdes, aq më shumë gjëra të mira do gjeneroni për veten tuaj. Mos e lini veten tuaj të shtëruar duke u kujdesur vetëm për të tjerët. Momentalisht jeni sikur mbani një barë të madhe mbi supet e juaja dhe kjo gjë ju pengon të ecni përpara. Por unë sot kam lajme të mira për ju. Duket sikur energjia juaj kolektive do ndryshoj këtë vit dhe sigurisht kjo kërkon punë nga ana juaj. Kërkon që të vini me këmbë në tokë. Interesante që po kanalizoj për energjinë kolektive të virgjëreshës dhe më del një letër që simbolizon të gjitha shenjat e tokës. Shumë interesante. Duhet të vini këtë vit me këmbë në tokë, të lidheni me balancën, me strukturën, të lidheni me aftësit e juaja psikike, të lidheni me atë botën hyjnore, të gjeni një balancë midis botës hyjnore, pra shpirtit, dhe botës materiale, gjës së prekshme në këtë jetë. Tjetër, shumë prej jush do zbulojnë këtë vit që keni aftësi shëruese dhe disa prej jush ndoshta mund të filloni të praktikoni reiki, ndoshta disa prej jush kanë nevojë të bëjnë një seancë reiki, pra që një praktikues tjetër ta performoj reiki healing session mbi ju, dhe disa të tjerë do zbulojnë që kanë aftësi shëruese dhe ndoshta do ndjekin ndonjë kurs reiki dhe do nisin një rrugtim të ri. Këtë vit duhet të lidheni me emocionet e juaja, t'i balanconi ato dhe t'i rrënjëzoni emocionet e juaja, ato që nuk duhet t'i lini të shkojnë, dhe pjesën tjetër të përdorni, të rrënjëzoheni, të mbillni fara të reja dhe me atë balancën emocionale që ju keni, le t'i themi në mënyrë metaforike, të ujisni farat e reja që të lulëzojnë në një kopësht të bukur. Disa për jush do arrin të ulen në fronin e tyre këtë vit, sepse do marrin nisma të reja dhe kjo nismë e re do ndodhi në momentin që ju guxoni të dilni jashtë zonës tuaj të rehatisë. Duhet të mendoni jashtë kutisë për të gjeneruar të ardhurat të reja, duhet të dilni jashtë kutisë apo jashtë komfort zonit tuaj
për të tërhequr drejt vetes tuaj oportunitete të reja. Këtë vit gjërat do ndryshojnë për ju sepse puna juaj ndër vite që keni bërë, këtë vit do filloj të shpërblehet dhe ju do arrini në fund të këtij viti të keni atë kënaqësinë apo vetë kënaqësinë që gjërat ndryshuan vërtet për mirë. Oportunitetet të reja do ju shfaqen këtë vit, po keni parasysh që duhet jeni shumë të rrënjosur që të rrënjëzuar që të kuptoni se kush është oportuniteti që po vjen për ju dhe të zgjidhni oportunitetin që është në një vit të drejtë me zemrën tuaj. Këtë vit ju kërkohet që të ndiqni zemrën tuaj dhe zemra do ju çojë në rrugën e duhur, në rrugën e suksesit, në rrugën e bollëkut, pasurisë jo vetëm ekonomike, por pasurisë edhe të shpirtit, edhe mirëqenies tuaj dhe familjes tuaj. Jam shumë emocionuar për ju sepse këtë vit gjëra do ndryshojnë për ju, por sigurisht kjo kërkon punë nga ana juaj. Dhe këtë do them tani se çfarë pune duhet të bëni me veten që të arrini këtë sukses, jo vetëm ekonomik, por shpirtëror edhe qetësi, të arrini qetësinë. The Crowning. Këtë vit do ndodhi një rilindje në energjinë tuaj. Për disa sigurisht kjo rilindje mund të jetë që do sjellni në jetë një fëmijë, por për pjesën më të madhe për jush do të thotë që ju do inicioni një kapitull të ri brenda jush. Ju do gjeni se kush është vendi juaj në tavolinë, kush është froni juaj, kush është vendi juaj në këtë jetë, kush është vendi juaj, kush është misioni juaj, për çfarë keni ardhur këtu të bëni. Do kaloni një transformim dhe prandaj ju kërkohet që të lidhni me zemrën tuaj dhe të lejoni zemrën t'ju drejtojë përgjatë këtij viti dhe lidhuni me aftësitë e juaja psikike, me intuitën, sepse shumë e rëndësishme për ju që të lidheni me këtë anë tuajën. Më vjen një mesazh tani që duhet të gjeni një mënyrë për të rilidhur me fëmijën tuaj të brendshëm dhe të shëroni plagët e fëmijës tuaj të brendshëm dhe të filloni të bëni përsëri qejf. Një patern tjetër që duhet fokusoheni, The Wild Rose. Lidhuni dhe përqafoni të veçantën brenda jush. Bolle fshehet veten tuaj unike nga frika se nuk do ju pranojnë të tjerët, nuk do ju duan, nuk do ju pëlqejnë. Ju e keni tendencën si shenjë të jeni shenja që i bëni qejfin të tjerëve në kurrizin tuaj. Kjo gjë duhet të stopojë këtë vit. Nëse doni të manifestoni gjëra të mira për veten tuaj, duhet filloni të jeni pak më të egër në kuptimin pozitiv, që të tregoni dhe gjëmbat kur njerëzit e kalojnë, të tregoni ato gjëmbat e juaj dhe të kujdesini më shumë për veten. Gjëmbat duhet të jenë në drejtim të tjerëve, jo në drejtim të vetes tuaj. Lejojeni veten të jeni pak më të çlirët. E di që gjërat e jetës ju kanë rënduar aq shumë dhe ju kanë bllokuar jo vetëm shpirtin dhe zemrën, por ju kanë bllokuar dhe mendjen, ju kanë bllokuar parat, ju kanë bllokuar qefin, ju kanë bllokuar ndoshta shumë iniciativa në jetën tuaj që nuk po ju ecin dhe duket sikur vërviteni, por në një vend përfundoni. Keni harruar të bëni qef. E keni marrë jetën jo 100% seriozisht, por 1.000.000% seriozisht. Merrini jetën seriozisht, por mos harroni që qefi është dhe pjesë e jetës. Ju lutem, kujdesuni për veten tuaj. Dhe energjia e fundit që ju duhet të fokusoni dhe të punoni këtë vit është Sophia, Divine Plan, Wisdom, Intelligence Within Destiny. Këtë vit, ju a thash dhe më përpara, ju kërkohet të besoni tek intuita juaj, të besoni tek ajo inteligjencë dhe dituri e lashtë që rrjedh me gjakun tuaj, që rrjedh në venat e juaja. Kujtohuni se kush jeni, kujtohuni fuqinë e pashtershme që ndodh brenda jush. Imagjinoni kur mund të bëni kaq shumë,
për botën, për njerëzit e juaj të dashur, kur jeni të përvëluar, të djegur, s'keni një pikë energjie brenda jush, arrini ta bëni kaq mirë. Imagjinoni çfarë mund të arrini ju, si mund ta transformoni jetën tuaj ju. Nëse relaksoni, pushoni, kujdeseni për veten tuaj dhe filloni të fusni pak qefin dhe gëzimin në jetën tuaj dhe në qenien tuaj. Është vërtet shumë e rëndësishme që ju të fokusoheni këtë vit pak tek mëshirja juaj personale, të bëheni në thonjza egoist dhe mos të ndjeheni as pak të tillë nëse vendosni të parën në qenien tuaj. Është shumë e rëndësishme të lidheni me shpirtin tuaj dhe të ndiqni zemrën dhe jo logjikën që t'ju drejtoj tek rruga juaj më e mirë. Por ju tashmë jeni nisur në kjo rrugë, thjesht lejojeni procesin të ndodhi i lehtazi dhe mesazhi i fundit që shpirti juaj ka për ju, virgjëresh është që kujdes këtë vit mos të tradhoni veten, nëse merrni përsipër për të plotësuar apo për të përmbushur jetën tuaj më të mirë, rruga e vetme është që të kujdeseni për veten tuaj dhe nëse e merrni si iniciativë këtë gjë, ju lutem kujdes, mos bini pre e së shkuarës dhe të jeni ju të parët që tradhoni veten tuaj, sepse duke e neglizhuar veten tuaj, po të njëjtën jetë do manifestoni dhe materializoni për veten dhe familjen tuaj. Energjia është në favorin tuaj këtë vit, universi është në krahun tuaj këtë vit, jeta është në anën tuaj këtë vit, kështu që ju lutem, bëni zgjedhjet e duhura dhe zgjidhni ju mirëqenien tuaj, zgjidhni ju qetësinë tuaj, lumturinë tuaj, dhe jeta do filloj të ndryshoj dhe gjërat e mira do vinë drejt jush. Shpresoj që kjo kujt ketë rezonuar me dhe ju dhe ju uroj një vit sa më të mbar dhe dua të dini që deri më tani në gjithë shenja që kam kanalizuar, ju jeni të paktën deri tani të vetmit që energjia ngjan shumë pozitive. Thjesht çelësi është kujdeseni për veten tuaj. Ju uroj një vit të mbar dhe patshëm.